Rreth 4.000 dhurata janë shpërndar për fëmijët e 10 fshatrave të Bashkisë Maliq dhe Korç në këtë prag festash të fundvitit. Kjo nismë është e përvitshme e disa besimtarëve të juglindjes, të cilët me anë të ndihmës së vullnetarëve nga Irlanda, ku janë përgatitur këto dhurata, kanë mundur të sjellin buzëqeshje dhe gëzim për fëmijët. Ne kemi vendosur ta sillim këtë atmosferë krishtlindjesh në pothuajse gjithë Bashkinë e Maliqit. Kemi qenë në zonën e Gorës, në Lozhan, në Maliq, në Pirk, në Sovjan, në Libonik, në Orman, në Drithas, në Rëmbec, dhe gjithashtu do të përpiqemi të bëjmë edhe disa qendra sociale të cilat kanë fëmijë me aftësinë ndryshe. Ka qenë një bashkëpunim i jashtëzakonshëm i të gjithë këtyre organizatave për të sjellë krishtlindjen tek fëmijët. Pakot që janë shpërndarë janë afërsisht 4.000 pako dhe pakot kanë ardhur nga Irlanda. Ky është viti desat ku Team Hope, Bush dhe Duart që sigurojnë gëzojnë fëmijët, sidomos ata të fshatrave më të thellë malor.